Do të ndalin pak te problemet identitare. Në pikërisht tek çështja e fesë. Ne po e shohim se tek rinia disi si thon edhe ato me gjuhën e tyre më shumë dhezin gjërat negative, destruktive, veset sesa vlerat pozitive apo ato që ne i quajmë virtyte apo imani dhe ibadeti. Po. Çka mund me qenë shkaku kryesor? Sikur që paraqita çështën e problemeve të iriu, se ndahen në kategori, do ta kisha paraqitur edhe çështjen e shkaqeve në kategori. Kategoria e parë është probleme, shkaqet që ndikojnë këtu është dobësia e tyre nga ana fetare. E dyta, dobësia e tyre personale, në personalitetin e tyre, si dobësi. Edhe pastaj ndikimet e jashtme ato që e përmendet ti. Edhe këtu kemi këto tre ndarjet, si shkaqe kryesore. Pse dobësia fetare? Po nuk, për shembull, një ushtar i mirë, një luftar i mirë. Pritet më kon i mirë kur ai është i pajisur mirë, në formë të ditorisë, inteligjencës, i pajisur mirë edhe fizikisht me ushtrime, pastaj është i veshur mirë me mburoja të mira, është i kompletuar dhe ai jep rezultatin e tij. Ai futet në luftë, është në rrezik për jetë, mirë po kur është shumë i shkadhët, ai jep edhe rezultatin. Kështu edhe ky iriu i cili sot tash po hin në këtë betejë dhe këtë vend mejdan ku janë luftra ideologjike, luftra të kulturave të ndryshme. Ama hin pa përgatitje, çka ti them atij? Ku është problemi? Problemi fillimisht nis nga ai, pastaj janë probleme të tjera. Dobësia e ditorisë fetare mungon me të madhe. Edhe rastësisht pejgamberi sa na ka lajmëruar se prej shenjave të kiametit do të jetë përhapja e ignorancës dhe dobësia e ditorisë. Nuk ka ditori të mjaftueshme. Edhe këto e vërejmë tek njerëz, sepse një iri i cili është pajisur me dije të mjaftueshme dhe për krah asaj dije, e ka edhe normal devocionin, e ka imanin, e ka ndjenjen se Allahu xhallahu e mbikëqyr, se e ka ndjenjen se nesër do të jep llogari për çdo lëvizje, çdo fjalë. Nuk mund ky të dështoj njëjtë sikur ai tjetri. Do të thonë, kjo është një përgatitje pak më e lartë. Andaj çështja e parë, pse ka ardhur te kjo që një iri tash shumë lehtë ndikohet, është që e dobësisë. Na kemi dobësi shumë të mëdha. Domethënë nuk ka interes të mjaftueshëm dhe të nivelit të duhur për me marrë dije. Domethënë sot është një krizë më e madhe e rinisë, ku është largimi i tyre mes dijes dhe dietarëve. Domethënë nuk ka pas ndoshta një kohë çka ka qenë largimi më i madh se në kohën e sotit. Që shumë është hapësira e madhe kjo. Shumë larg është. Edhe kjo pastaj e sjell edhe pasojën e vete. Se tek ato krijohet dobësia që me dallu të mirën prej të keqes. Joshet më kollaj, joshet më lehtë, mashtrohet më lehtë. Domethënë edhe pastaj hin ato, domethënë lakmia, epshi. Çfarë është ndoshta si një sfidë e cila është e papërballueshme. Jo, ku mund në 5 ferë më u fal. Apo vajza, pse unë më mbulu, pse si. Po janë ndikuar edhe pe dyshimeve. Edhe dyshime ndryshme. Çoj ka, na po flasim qartë, po nëse e ulim një tri. Dhe me të bisedojmë sinqerisht. Do të shfaqen tek ai dyshime për Zotin, për fenë, për pejgamberin, për Kur'anin, për ahiretin, për natën e vorit, për jetësinë e botës. Atë çështja po del se është më e thellë. Çështja është çështja e imanit. Pastaj mund që njeriu të ketë sadopak një dije, mund të ketë njeriu sadopak edhe iman. Mirë po imani herë rritet edhe bjen. Tash është e vërtetë se gjunahu e sjell gjunahun dhe e shkakton atë plagështinë, e shkakton kur nuk e ndjen njeriu lezetin dhe kënaqësinë e ibadetit, e shkakton largimin prej mexhliseve të xhairit, për shokëve të mirë, për xhamive, për ibadetit, për gjitha gjëra.